për herë të parë me qeverisjen tonë, e nisëm ato duke paguar nga 170 euro për 6 muaj me radhë për lehonat e papuna dhe 3 muaj për ato të punësuarat, mbi pagesën që tashmë e marrin sipas ligjit punës. E thamë se shtesat për lehona do t'i bëjmë aq sa do t'jetë paga minimale. Shtesat e nisëm aq sa ishte paga minimale, 170 euro në muaj, pra aq sa i gjetëm pagën minimale, kurse në maj të vitit kaluar, nga 170 euro në muaj, shtesat i rritën në 325.9 euro në muaj, aq sa i binte paga minimale neto. Pra kjo para një viti. E si vjet, pagën minimale rritën përsëri. Nga 1 janari është 425 euro në muaj, kurse nga një korriku ajo bëhet 500 euro në muaj. E njësoj si kurse vitin e kaluar, edhe në këtë maj, ne po i rrisim shtesat për lehona, ashtu si kurse që kemi premtuar. Nga 325.9 euro në muaj, në 500 euro në muaj sa paga minimale. Me fjalë tjera, nuk po e presim korrikun, por rritjen po e bëjmë qysh tani. Nga ky muaj e tutje, secila nën lehon do të përfitojnë mbështetjen mujore prej 500 euro në muaj. Kjo për një lehon e cila nuk është e punësuar. Përkthehet në 3.000 euro mbështetje për gjatë 6 muajve, pa llogaritat edhe shtesat mujore për foshnjën bebe. Kurse për nënat lehona të punësuara, kjo përkthehet në mbështetje prej 1.500 euro, për te pagesave të cilat u takojnë atyre sipas ligjit të punës, 70% e pagës nga punëdhënësi për 6 muajt e parë dhe 50% të pagës mesatare nga shteti për 3 muajt e tjerë. E për ta dëshmuar se nuk ndalemi kur vjen puna te mbështetja e grave, shumë shpejt do të lansojmë edhe programin Super Puna për gratë, përmes të cilit të gjitha gratë do t'i mbështesim duke u paguar për 6 muaj tjerë pagën minimale nëse ato rikthehen në tregun e punës. Ju faleminderit, e tash vazhdojmë me pikat e para për mbledhjen e sotme, duke nisur me shqyrtimin e propozim vendimit për aprovimin e ekstrakteve të procesverbaleve dhe transkripteve të mbledhjeve 8 dhe 11 dhe ekstraktet e procesverbaleve të mbledhjeve 12, 13, 14, 15, 16, 17 dhe 18 elektronike korresponduese të Qeverisë së Republikës Kosovës. Të nderuar anëtarë të kabinetit qeveritar, ekstraktet e procesverbaleve dhe transkripteve të mbledhjeve të përmendura janë shpërndarë në linkun e materialeve të kësaj mbledhje të qeverisë. Nëse nuk keni ndonjë vretje, ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika e dytë është shqyrtimi i draftit të raportit vjetor mbi inspektimet. Të nderuar kolegë, para jush paraqes draftin e raportit vjetor të zyrës së inspektorit përgjithshëm për vitin 2025. Ky raport pasqyron hapat konkret që janë ndërmarrë për ta bërë sistemin e inspektimeve më të rregullt, më profesional dhe më të dobishëm si për qytetarët ashtu edhe për biznesin. Qëllimi kryesor është që inspektimet mos jenë të rastësishme apo të ndryshme nga një institucion tjetrin, por të bazohen në vlerësimin e rrezikut në procedura të qarta dhe në standarde të njëjta për gjithë vendin. Kjo nënkupton më shumë siguri për qytetarët, më shumë drejtësi për bizneset, pastaj më pak hapësirë për arbitraritet apo për trajtim të pabarabartë. Gjatë vitit 2025 janë realizuar mijëra inspektime në sektor të ndryshëm, përfshirë mbi 78.000 inspektime nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, mbi 5.900 nga Inspektorati Mbikëqyrjes Tregut dhe mijëra kontrolle të tjera në fushën e shëndetësisë, sigurisë sanitare, transportit, arsimit dhe mjedisit. Krahas kontrolleve është punuar në harmonizimin e ligjeve, riorganizimin e trupave inspektuese, trajnimin e inspektorëve dhe digitalizimin e proceseve, me qëllim të rritjes transparencës dhe uljes barrës administrative për bizneset të cilat e respektojnë ligjin. Nëse nuk keni ndonjë koment, ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e tretë është shqyrtimi propozim vendimit për emërimin e Komisionit Pranimit për pozitën e kategorisë lartë drejtuese
drejtor ekzekutiv i Agjencisë së Investimeve dhe Eksportit. Ministria e Digitalizimit dhe Administratës Publike propozon emërimin e Komisionit të Pranimit për kategorinë e lartë drejtuese për pozitën e drejtorit ekzekutiv të Agjencisë së Investimeve dhe Eksportit, i përbërë nga përfaqësues institucional dhe ekspert të jashtëm.